Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Falendrojmë Allahun fuqiplot, mëshiruesin, mëshirbërësin, mbikëqyrësin. Falendrojmë Allahun se është i vetmi i cili meriton të falendrohet, të lavdrohet, të madhrohet. Kurse përshëndetjet tona të përzemërta, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, njeriu më të mirë mbi rrezullin toksor, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e ndjekin, e kanë ndjekur dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Lusim fuqiplotin që në rrugën e drejtë të na drejton, të na udhëzon prej xhenetlive neve dhe juve të na bën. Lusim Allahun subhanahu wa taala që të vdekurit tan mëshirë rahmet magfiret t'i bën. Lusim Allahun subhanahu wa taala që varret e tyre kopsh për kopshteve të xhenetit t'u bën. Evladët tanë në rrugën e drejtë Allahu t'i drejton e t'i udhëzon. Lusim Allahun azza wa jall që çdo të sëmur Allahu ta shëron, çdo të varfër Allahu ta pasuron, çdo të dobët Allahu ta forcon. Lusim Allahun azza wa jall që në Jannatul Firdaus me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të gjithëve të na bashkon, të na takon. Vëllezër, për hir të Allahut, një ligjërat që nuk do të jetë shumë e gjatë, pa pikëdyshimi për shkak të mundësisë që ne jepet për ta incizuar, pra kohëzgjatjes së incizimit të ligjëratës, një ligjërat e shkurtër që do ta trajtojmë edhe që e shohi shumë të arsyeshme ligjëratë dhe tema të tilla që duhet trajtuar në kohën e sodit, veçanërisht janë problemet mendore, shpirtërore, janë problemet psiqike, duke parë parasysh me probleme të ndryshme që ballafaqohen njerëzit dhe që kanë nevojë për t'i trajtuar. Normal, ligjërata nuk do të jenë çaq shumë të mjaftueshme për trajtimin e këtyre problemeve shpirtërore, mendore. Pa pikëdyshimi njerëzit me probleme të shumta që i kanë nevojë për takime të veçanta, kanë nevojë për ligjërata e seminare të ndryshme të shumta, por edhe veçanërisht takime të veçanta ku e kanë parë shumë të suksesshme dhe shumë të nevojshme tek njerëzit me kërkesat e tyre që me të vërtet kanë nevojë të ulen me dikë dhe t'i çajnë hallet e tyre, problemet e tyre shpirtërore të cilat ata i kanë. Në kohën kur mundësia për të takuar me dikë në kohën virtuale, në kohën e internetit, në kohën kur tash takimet dhe bisedat drejt për së drejta më janë paksu, koha kur ta gjesh një person, një njeri që do t'ja çajsh hallet është shumë problem, është shumë vështirë, në kohën kur të gjesh një person i besueshët, që do t'i besojsh edhe do t'ja çajsh hallin tënd, është problem, është vështirësu, e ja tash është nevoja shumë e madhe. Është shumë e madhe edhe në kohën kur fitnet janë shtu, gjunahet janë shumu, edhe këto probleme tash janë zmadhu. Problemet mendore, problemet shpirtërore, problemet e zemrës. Andaj, Islami si Islam i trajton më së miri këto probleme. Dhe Islami si Islam më së miri ne i shpjegon, ne i shtjellon, pra këto çështje dhe çka ka të bëjë me shëndetin mendor. Fi Islami, vëllezër, është një udhëzues gjithëpërfshirës. Është një udhëzues gjithëpërfshirës për jetën e njeriu. Nuk është vetëm që ti trajton smundjet fizike, por edhe ato psiqike, mendore. Por nuk është as vetë që ti trajton vetëm dhe të ndihmon në aspektin të problemeve shpirtërore, se dikush kështu e paraqesin Islamin. Islami është një vej vetëm qysh me fal një xhenaze, qysh me dhanë një sabër, një durim, po jo, edhe për probleme, për smundit fizike. Pra, për gjithçka çka ka të bëjë me jetën e njeriut, qoftë ajo e jashtme, e brendshme, ajo që më së miri i rregullon problemet e njerëzve, dhe ajo që më së miri i trajton këto probleme, është dini Allahu te bareke ve teala. Andaj, natë ditë themi alhamdulillah. Alhamdulillah që i madhi Allah na ka zgjedh, na ka mundsu që të jemi prej besimtarëve, që të jemi prej muslimanëve, të jemi prej atyre të cilët na është dhënë kjo mundësi. Një problem të vogël, subhanallah, astaghfirullah, la hawla wala quwwata illa billah. Menjëherë ke ka të kthehesh, ke kujt i drejtohesh, ke prej kujt të kërkosh, ke kujt hallin t'ia çajsh. Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Kur Jakubi alayhis salam humbi Jusufin alayhis salam, bathun në gjuhën arabe është shumë mërzi. Kemi huznun, mërzi, po kemi shumë mërzi.
E mërzin e madhe, hallin i mërzis të madhe, tha unë ja qaja Allahit. Edhe ti si musliman dhe unë, për çdo breng, për çdo problem, për çdo mërzi, i drejtohem Allahu te bareke ve teala. Pra, Islami nuk është thjesht një sistem i parimeve të adhurimit, në më thënë të ibadeteve, qysh me u fal, qysh me agjeru, qysh me kry haxhin, po jo, qysh me dhanë zeqatin, jo. Edhe ato probleme që askush nuk mundet të t'i zgjedhë, edhe ato probleme për cilë askush nuk mundet të ndihmon, e gjenë në dinin, në fejnë e Allahu te bareke ve teala. Nuk është rasti vëllezër pranimi i Islamit nga njerëz të ndryshëm e të shumt, veçanërisht në kohën e fundit. Pse? Ka shumë që njerëz, më parë do më thënë me luftra të ndryshme, do më thënë është dashur edhe ku njerëzit pastaj kanë pranuar Islamin. Tash jo. Pranohet Islami vetë, vjen te xhamia thotë du me u bë musliman. Pse? Nevoja se e kërkon. S'ka zgjidhje tjetër, i ka provu të gjithë gjërat. E vetëm i ka shtu problemet. Janë shtu mërzit, janë shtu pikëllimet, edhe zgjidhjen e ka vetëm në fejnë e Allahu te bareke ve teala. Është një sistem që kujdeset për shpirtin e njeriut. Është një sistem, është një fe që kujdeset për zemrën tënde, që kujdeset për mendjen tënde. A keni ndëgjuar ndonjë dietar i ahli sunetit me u bë budall? E keni parasysh këtë pyetje? Ndonjë dietar me u çmend. A keni ndëgjuar ndonjëherë? A keni ndëgjuar ndonjëherë? Shihni dietarët sa kohë jetojnë, sa vite. Mbi 80 vjet, 90 vjet. Por deri në momentin e fundit ata vazhdojnë me ligjëratët e tyre, vazhdojnë me ligjërimet. Nuk ndalen. Vazhdojnë me citimin e ajeteve kuranore, me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti shpjegon dispozitat e një njeri gjinaqar mëkatar. Ai bombi 40 nis me India ta lëshon. Thot valla kam nis shumë haru, po ke nis shumë haru se e ke stërgaku vetin tan me gjina me harame. Dhe s'mundesh më me mbajt me kollaj. Dhe ajo që ne harrojmë shumë, edhe që nuk mundemi të mbajmë men shumë dhe që hupim koncentrimin në shumë gjëra, në biseda e kështu me radhë. Kjo këtë është sebeb gjunahet, haramet. Njeriu mund të sprovohet, nuk themi jo, mund të sprovohet. Mund të sprovohet ku njeriu sprovohet me çmenduri, sprovohet me, por flasim përgjithësi. 90 vjet, 80 vjet, flasin, shpjegojnë Islamin, por mashallah, e ti kur ti shohi ishte tjerët, 20 vjet bon vetvrasje, 40 vjet bon vetvrasje, 50 vjet bon vetvrasje. Pse? Për shkak se ai nuk mundet ma të përballon çato shqetësime, probleme të mbrojtshme të cilat ai ka. Tek një musliman nuk ekzistojnë kësi gjëra. Tek një besimtar, praktikant, që beson në Allahun fuqiplot dhe është bindur Allahut azza wa jall. Pa marr parasysh ka ndodhur jetën e tij. Pa marr parasysh. Ai shumë kollaj i zgjedh këto probleme. Aman. Me vetë besimin dhe praktikën që e ka të fesë islame. Pra, Islami si fe vëllezër kujdeset shumë mirë për shëndetin mendor. Dhe këtë e gjejmë në librin e Allahut, në Kur'anin dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Islami jep një rëndësi të madhe shëndetit mendor. Jep një rëndësi të madhe dhe një nga mjetet më kryesore që Islami ofron për të arritur këtë është për kujtimi Allahut te bareke ve teala. Gjë njëri kur ka një problem, që ke themi, bën e bedhikër Allahun, ma thjesht e themi, se kështu e kemi mësu, edhe kështu e kemi përhap, dhe kështu e kemi ma lehtë, ma shpejt. Bën e bedhikër Allahun? Bën e bedhikër Allahun. Po fjala bën e dhikër Allahun, kjo përmban në vetë përfshin një shpjegim të detajzuar, shumë bukur, shumë të mirë, por veç asaj edhe një domethënie shumë të madhe. Kur i thoi një vëllau tan, bën e bedhikër Allahun, po okej, more mum ka vdekje vlad, bën e bedhikër Allahun, more kam shqetësime, bën e dhikër Allahun. Pse? Sepse fjala bën e dhikër Allahun ka në vetën ngërthen në vetë gjëra të ndryshme. Veçanërisht ne i cekim ajetin kuranor ku Allahu te bareke teala thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub." Me të vërtet me të përmendurit e Allahut qetësohet zemra. Kur themi mendja e zemra, mos harrojmë të cekim se dietarët e Islamit mes tyre kanë mos marrëveshje se njeriu a mendon me mendje apo mendon me zemër.
A mendon me mendja, a mendon me zemër? Se Allah azza wa jalla thot lahum qulubun la yafqahuna biha, ata kanë zemra me të cilat nuk mendojnë. Në Kur'an Allahu subhanahu wa taala cek zemrën si zemër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka cek si mbret zemrën, jo mendjen. Kështu që ka mos marrëveshje mes dietarëve islam, ne nuk futemi në këtë çështje, por thot Allahu azza wa jalla vërtet me të përmendurit e Allahut zemrat qetësohen. Ngushtimet ku vijnë këtu, shtërngimet, shqetësimet, jo rahatia përmes zemrës. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se në zemrën e çdo njeriu ka një pikë të zezë. Nuk ka thënë në mendje, ka thënë në zemër. Ajo pikë e zezë ose zmadhohet, rritet, ose zvoglohet. Zmadhohet përmes gjunaheve harameve. Sa më shumë që robi më katon Allahun, aq më shumë ajo pikë e zezë e mbulon zemrën e njeriut. E derisa bëhet ran, kella bel rana ala kulubihim. Çka është ajo? Kur ma vuloset zemra e njeriut. Por përmes adhurimeve, ibadeteve që si pikë zvoglohet dhe nuk i jepet mundësia që të zmadhohet dhe vazhdon në zemra e njeriut të jetë e pastër. Vazhdon zemra e njeriut të jetë e pastër. E si rrin zemra e njeriut e pastër? Përmes besimit në Allahun fuqiplot, përmes të përmendurit të Allahut, përmes leximit të librit të Allahut te bareke ve teala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajabun amrul mu'min. Çështja e besimtarit është e çuditshme, ama e besimtarit. Nuk thotë njeriut. Çështja e besimtarit është e çuditshme. Nëse e godet një të mirë, thot elhamdulillah. Nëse e godet një të keqe, duron. Ama e besimtarit. Sepse kjo ndodh te besimtari. Kjo ndodh te ai i cili beson në Allahun te bareke ve teala. Se kur ta godet një të mirë, thot elhamdulillah se nuk e ti çka e solli këtë mirë. Nuk e ti këta solli këta dhe Allahu te bareke ve teala, për këtë i duhet falendruar Allahun azza wa jall. Duhet thënë Allahut elhamdulillah, të faleminderit o Allah për këtë mirë që më ke dhënë dhe për këto të mira. Por kur të godes një keqe, jeta është me sprova dhe sprovat janë këtë botën këtë dynja. Dynjaja një muj është për ty, një muj është kundra teje. Sot u knaqa, nesër të vinë belaja, subhanallah, sa mirë isha dje, po ishe dje, po si e sot. Edhe sprovat janë këtë dynja, edhe ka ardhën këtë dynja që të sprovohesh. Ama ti duhet të jesh i përgatitur me sabër, me durim. Por ti nuk do të kesh sabër durim nëse nuk ke besim. Nuk do të kesh sabër, derisa nuk ke besim. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të besoni, nuk do të jeni besimtar përderisa nuk duheni mes vete. Do të thonë dashuria, besimi këtë, por në fillim besimi, se ti nuk mundesh ti kesh ato gjëra. Nuk mund ta posedosh as sabrin, durimin përderisa nuk je besimtar. Në këtë hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, çuditshme është halli i gjendje e besimtarit, thekson rëndësinë e durimit dhe besimit. Pse? Sepse besimi, durimi ja ruajnë mendjen njeriut. Thanë më ndryshe, ma shqiptarski. Për të qenë i mequr, i besimtar. Për të qenë i mequr, për të qenë në gjendje të mirë, psishike, mendore, i durimtar. Po për të qenë durimtar, duhet të jesh besimtar. Por jam besimtar, çfarë besimi ke? Sa është imani, besimi i fortë këty? Me të vdekje vladi, si do të reagosh? Cila është nivoja e drejtja e besimit tënd? Me humb pasurinë, si do të reagosh? Me thënë mjeku, të kap një smundti sante dhe nesër shkon dhe t'i bëjnë analizat dhe diagnostifikojnë kancerin. Cili do t'jetë sabri yt, si do të reagosh? Sa njerëz janë smu ma shumë masi që e marrin lajmin. Njerëzit ma shumë smuhen, shkatrojnë vetin e tyre, masi që e marrin lajmi, masi që u vjen lajmi për problemin e tyre, për smundin e tyre. Edhe këtu kuptohet. Se kur diagnostifikohet smundtia, ai bëhet shumë keq. Pse? Por shkak se psikisht, shpirtërisht, ai nuk mundet ta përballon këtë gjë. S'është i përgatitur. Pse s'është i përgatitur? Por shkak se imanin e ka për toke. Është i dobët. Është i dobët. A problemi do të kemi? Sprova do të kemi? Prandaj jemi në këtë dynja. Sot jemi rahat, nesër s'dim çka na gjen. Nesër nuk dim çka na gjen. Por sa jemi të përgatitur shpirtërisht për t'i përballojmë këtë sprova. Edhe të jemi mirë, sa njerëz
me muj ose me java para vdekjes humbin kontrollin e tyre. Pse? Për shkak se dështojnë psikisht, dështojnë shpirtërisht, suni përballojnë smundit, suni përballojnë sprovat. E ti si besimtar nuk duhet të jesh atillë. Janë disa faktorë vëllezër që ndikojnë në shëndetin mendor dhe që Islami i trajton këto probleme ose këto smundje ose këto shqetësime. Aleikum selam. E për këtyre faktorëve që i përmend Islami, është në fillim besimi në kaderin, caktimin e Allahut te bareke ve taala. Është shtyllë për shtyllave të imanit. S'ke iman pas besim, pa besu në kaderin, caktimin e Allahut azza wa jall. Këtu është problemi më i madh. E prandaj njerëzit smuhen shpirtërisht, psikisht dhe ushtojnë këto probleme. Pse? Se nuk pajtohen me vullnetin e Allahut. Nuk pajtohen me caktimin, me kaderin e Allahut. Dhe nisin të shqetësohen, të nervozohen. Dhe ja hapin një derë prej dyrëve më të mëdhoja shejtanit, përmes të secilës derë i shkatron. Pse? Për shkak se ai nuk pajtohet. Nuk pajtohet me këtë gjë. Ti je besimtar, po nuk je besimtar përderisa nuk pajtohesh me këtë gjë. Shikoni vëllezër, jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë këto gjëra, dhe jo rastisht Allahu subhanahu wa taala i përmend librin e tij familjar. Jo rastisht e ka thënë si shtyllë e imanit besimi në kaderin, në caktimin e Allahut. Domethënë se ty do të ndodhin gjëra gjatë jetës tënde që është vullneti, dëshira e Allahut dhe që ti duhet të pajtohesh. Ti nëse nuk pajtohesh, nuk mundesh të jesh besimtar. Si mund të jesh besimtar, të besosh në Allahun, ti nuk pajtohesh me vullnetin e Allahut? Jo, dështon. Dështon. Andaj pajtohem me vullnetin e Allahut. Gjithçka që ka me të ndodh nesër, ti të jesh razi me Allahun. Anë familje, a vetit tënd, a e cek Allahu surën Bekare, do t'ju sprovojmë në pasuri, do sprovojmë fëmijë, në jetën tuaj, me uti, me gjithë shka, përgëzoj durimtarët. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf, me frikë, wal ju', unti, wa naqsin min al-amwal, paksim të pasurisë, wa thamarat, të frytet, të familja, të fëmija në përgjithësi, wa bashiri sabrin, dhe përgëzoj durimtarët. Cilët durimtar? Cilët durimtar? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ata të cilët kur i godet një keqe thuhen te Allahu jemi dhe te Ai do të kthehemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe nëse është koç sandale ka thënë inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Edhe nëse është koç sandale e ka thënë këtë fjalë inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ne këtë fjalë duhet me thënë natë e ditë, besoni vallahi sot kam dash vetëm këtë fjalë ta shpërndajna për grupe rrjetet sociale. A dini pse? Sepse ne jemi të vdekur edhe pse hecim edhe pse jetojmë. Ne jemi të vdekur dhe këtë fjalë natë e ditë duhet përmendur, duhet përsëritur, për shkak të mos prezencës së xhamatit nëpër xhamia, për shkak të mos faljes së namazit me xhamat në xhami, për shkak të mos faljes namazit të sabahit të yacis në xhami. Na kanë vdekur zemrat. E me të vdek zemra është musibeti më i madh se sa me të shkosh sandalli. Pejgamberi sosën për shkoqjen e sandallit ka thënë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne na kanë vdek zemrat. Xhamati se kemi kurkund. Xhamati din t'ja tregojnë hoxhës meselet. Din t'i tregojnë çështjet e fesë. Por një namaz sabahit nuk munden me bo me xhamat në xhami. Një namaz sabahit me xhamat. Do shta dikush kollaj ka me i numru sa sabah i ka fal me xhamat gjatë jetës së tij. Thot do shta 2-3, se haçi ka bo. Hajdin që ka do të thot, o vlla jam, edhe ti si mund të jesh ti shpirtërisht mirë? Si mund të jesh ti shpirtërisht mirë? Si mund ti trajtojsh ti këto probleme, kur ti je shumë larg Allahu te bareke ve teala? Një besim i fortë në vullnetin dhe caktimin hynor, në caktimin Allahu te bareke ve teala, e mbron njeriu nga dëshpërimi, e mbron njeriu nga stresi, e mbron njeriu nga ankthet e tepruara. Vetëm nëse njeriu beson dhe pajtohet me vullnetin caktimin Allahut te bareke ve teala. Pastaj, prej faktorëve, sabri, durimi. I prej durimtarve. Ajo që njerëzit luajnë, ajo që njerëzit i bën të çmendur, ajo që njerëzit i bën të dalin prej kontrolle, është kur njerëzit nuk kanë durim. Në momentin kur njeriu e humb durimin,
është nën kontrollën e dikujt tjetër. Është nën kontrollën e djallit, është nën kontrollën e shejtanit. Në moment kur njeriu e humb durimin, është i gatshëm me bëu gjithçka që do t'i shkakton probleme të mëdha aty në këtë botë e botën tjetër. Kur njeriu e humb sabrin, andaj jemi të urdhëruar që të durojmë. E për sabrin, për durimin, Allahu ka përgatitur një shpërblim që vetëm ai e din. Për sabërlin, i cili duron në raste të ndryshme, të situata të ndryshme, le ta dije se shpërblimin tek Allahu e ka që vetëm Allahu e di, askush nuk e di. Për shumë gjëra Allahu na ka tregu. Kush e bën këtë e ka këtë shpërblim, kush e bën këtë adhurim e ka këtë shpërblim, por për sabrin kime gjetë tek Allahu e çfarë shpërblimi për ty Allahu ka përgatit, vetëm i madhi Zot, vetëm i madhi Allah e din. Nëse Allahu subhanahu wa taala e do një musliman, e do një njeri, çka bën Allahu azza wa jall? E sprovon. Idha habba Allahu 'abdan ibtala. Kur Allahu e do një rob të tij, Allahu e sprovon. E pastaj çka? Robi duhet ta dëshmon besimin e tij, imanin e tij, duhet ta tregon sabrin e tij, durimin. Kështu që e kupton se Allahu e don. Për një besimtar i cili duron, kur Allahu e sprovon, është rahmet prej Allahut azza wa jall. Për në momentin kur robi si rob, se rob është edhe ai që nuk është musliman, të gjithë jemi robër të Allahut, edhe kur robi sprovohet, edhe nuk beson në Allahun azza wa jall dhe nuk duron, ai e ka azab, e ka dënim, dëshkim prej Allahut te bareke ve taala. Kujdesu vëllajem që sprova prej Allahut mos tjetë për ty dënim, azab. E do të jetë azab, dënim për ty në momenti kur ti nuk do të durosh. E ke humbur shpërblimin, e ke marrë dënimin dhe plus ki me pas llogarin për Allahut azza wa jall në ditën kur nuk do të bën dobi kurrë tjetër pos veprës tande dhe pos momentit kur ti do të dalësh para Allahut me një zemër të pastër e të shëndosh. Lutja dhe falja e namazit. Lutja dhe falja e namazit i ndihmon robit për t'i trajtuar këto probleme. Lutja është ibadet. Çdo shqetësim, çdo gjë që ta dobëson mendën, shpirtin, ngrejbe durët ka qielli, lutu Allahut azza wa jall. Njerëzit më të sprovuar ishin pejgamberët. Çasi sprova që kur si kemi pas as që do t'i kemi. Për shkak se edhe me sprova i ka veçuar Allahu azza wa jall ata njerëz. Edhe me sprova kanë qenë të veçuar. Mirë po, për çdo hall, për çdo dert, me njeri drejtoheshin Allahu te bareke ve taala. Pse? Për shkak se lidhshmëria e tyre me Allahun ishte shumë më e madhe se lidhja tonë me Allahun azza wa jall. Ata bindjen e kishin shumë më të fortë. Pejgamber nuk mund të jemi. E as që do të ketë. Por robët të Allahut jemi. Dhe ne mundemi ta mbajmë fort lidhjen me Allahun azza wa jall. E këtë bindje e kemi se sprovot Allahu na jep dhe Allahu na i largon. Sot ka sprovu, nesër ta largon. Sot je diagnostifiku me kancer. Nesër morë vjen lajmi i thot mjeku ku shkoj çka u bë. Po vallahi. Nesër ku shkojsh përsëri për analizë habitet mjeku thot çka u bë ku shkoj. Një grua nga Marokoja, e cila është smu, e ka kap një smundti dhe shkon t'i bën analizët, shkon te mjeku të mjekohet, të kontrollohet, e kontrollon mjeku, e diagnostikojnë me kancer. Thonë e ke kancerin. Në momentin kur thot mjeku se ti e ke kancerin, tash ke parasysh ti për çka mendon? Edhe fëmijët i harron. Gjithçka vetëm tash dim se jeta jote. Çka kam me bë, çka kam me dal para Allahit, çka kam bë, jetën si e kam kalu, çka kam vepruar, me çfarë gjinoj Allahun e kam mëkatu. Edhe kjo grua si çdo njeri tjetër çohet në mesin e natës, fal namaz natë, adhuron Allahun azza wa jall, bon qiyamul layl, edhe qëndron në sejdë gjatë kohë, s'ka, kujt e çash hallin, ë? Çka, mjekët kanë me të bo, si kimoterapi, më thave thash, tretmane të ndryshme, barna, ata kanë me bot veten. Por keni parasysh kur njeriu diagnostifikohet me këtë smundti, e ka vështirë, edhe s'u ne përballon. Edhe çka mundet me boj afër mi familjari? Kam kancerin. Ka me thamë, bo sabër, bo durim, kur gjë tjetër. Përmendë Allahun azza wa jall. Se dhe ata ma vetë se kanë kuptu se ti një ditë ke me vdek, po që kush ka me vdek. Por dihet shumë mirë se smundtia nuk është vdekje. Se njerëz të shëndosh vdesin, largohen për kësaj dynjaje. Krizë kardiak.
e lëshoj zemra, shkoj. Pa një ditë krejt ka me në lëshu zemra. Pa në lëshu zemra nuk kina me vdek, po duhet me në lëshu që e zemra, duhet me undal. Edhe kjo qka qëndronë në sejgjde, qëndronë gjatë kohën sejgjde, qanë për gjinahet e saja, për mëkatet e saja, me sa mëkate ka mëkatu Allahun, se e ka kalu jetën e kështu më ratë, qanë, e lutë Allahun azugjel. Kur vjen dita për me shku për sëri të mjeku, dhe me ja tregu gjendjen, qysh është situata sen, mjeku thot, qka u bo me kancerin? Thot, qka? Po thot, s'ke kur gjë në trup, thot pas të rje. Nuk shohim të ty s'mund ti. Kush mos Allahu mundet me ta largu? Qa është i madhi Zot, i madhi Allah? Andaj, për gjë sprov, për gjë bela, për gjë fatkeci, të gjithë kemi ka një halë, ka një, ka dy, ka tre, dikush ma shumë, varsisht. Po mos haro se nëse ti je i sprovuar ma shumë se unë, mos haro se mundësin e ke ma e madhe që ti shme i dashur i Allahut, me durimin që do ta bësh, me sabrin. Andaj, s'metit kur gjë tjetër. S'metit kur dhe gjë tjetër, asë një zgjidhje tjetër pos kësaj që ti të durosh, ti lutësh Allahut dhe namazin mos ta lash, mos ta anashkalosh. Për shkak se më afër Allahut je kur ti je me adhurim, kur ti Allahun adhuron dhe ti urdhrat e Allahut i realizon. Ne jemi të obliguar që ta ndërpresim deri këtu ligjëratën për shkak të mundësisë për ta incizuar ligjëratën. Inshallah, të ardhmen ne do të vazhdojmë me të njëjtën ligjërat, do të vazhdojmë me xhlisin e ardhshëm pra pas një muaj bi idhnillah me lejen të Allahut te bareke ve taala. Allahu ibadetet ne pranoft, Allahu ju shpërbleft për sabrin, durimin, për prezencën tuaj, pjesëmarrjen tuaj, siç na bashkon, siç na të bën në këto vende të hajrit të bereqetshme. Allahu na bashkon në xhennetul firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qofshin gjunahet tona të falura, qofshin veprat tona të pranuara. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.